jam në Arapaj, në njësinë administrative Strum dhe jam këtu me Altinin, një prej fermerëve tanë më të mirë të zonës. Këtu jemi në fermën e tij dhe shohim rreth 30 krerë lopë, një numër i konsiderueshëm. Si funksionon dhe si e menaxhon gjithë këto procesa Altin? Kjo ka dhe vështirësitë e saj, po me mundim edhe ja dalim. Ne si fillimisht e kemi filluar nga pak, edhe pastaj gradualisht duke rritur edhe numrin. Ti shohim pas në afër? Sa përfiton për një krerë? Për një lopë ne përfitojmë 100.000 lekë të vjetra në vit. Në vit. Nëse, po ky subvencionim duhet me sezon të ndryshojë. Të ndryshojë, ose ne po përgatitemi tani, po bëjmë dhe një dhomëlje, që ta bëjmë dhe atë me standarde, mund ta shohim.